Duke qenë se titulli i emisionit tonë sot ka të bëjë me edukimin, atëherë mendova që të lexoj fëmijëve të pranishëm një ngjarje dhe një histori shumë të këndshme me Aishën. Titullohet Falenderoj Allahun. Aisha kishte ditë që ishte smur. Gjendja shëndetësore e saj duke sikur nuk po përmirësohej, por e ëma nuk e linte të ngrihej nga shtrati, derisa të shërohej plotësisht. Ajo kishte nevojë të pushonte, të merrte veten dhe t'i kushtonte më shumë kujdes ushqimit. Shtati i Aishës ndodhej gjithmonë e më shumë në lodhje, ndërsa shtrati i saj ndodhej pranë dritares. Ajo e kalonte ditën duke parë nga dritarja kalimtarët, duke lexuar libra dhe duke biseduar me prindërit. Por mërzia i shtohej her pas here. Nuk kishte dëshirë të hante, ndërsa ilaçet nuk donte të shite me sy. Atë ditë, në shtëpinë e Aishës erdhi për vizitë mësuesja e saj. Ajo për të ishte një surprizë shumë e bukur. Aisha u gëzua pa mas. Mësuesja e përqafoi, ju ul pranë dhe e pyeti në lidhje me shëndetin. Aisha i tha se ishte mërzitur duke qëndruar në shtrat, nuk i pëlqenin ilaçet dhe se dëshironte të shërohej shumë shpejt. Mësuesja e lëdhatoi dhe këshilloi që të bënte më shumë durim. Aisha mendoi për një çast dhe shprehu pak kënaqësi, duke e pyetur: "Mësuese, pse ka krijuar Allahu sëmundjen?" Mësuesja duke buzëqeshur i përgjigj: "Që t'ja dish vlerën shëndetit, zemra ime, të mësosh durim dhe të kesh mirënjohje ndaj Allahut." Aisha përsëri nuk e kuptoi dhe sërish pyeti: "Çfarë do të thotë kjo?" Mësuesja ju përgjigj: "Shikoj, dashur Aisha, çdo gjë në jetë shërben për të na mësuar diçka. Sëmundja na mëson vlerën e shëndetit, uria vlerën e begative me të cilat ushqehemi çdo ditë, ndërsa etja vlerën e ujit. Nëse nuk i përjeton këto, atëherë nuk ua di vlerën të mirave të përditshme." Aisha e kuptoi urtësinë e fjalëve të mësuesve dhe pastaj tha: "Po, keni të drejtë mësuese. Unë e kuptova rëndësinë e shëndetit, vetëm pasi u smura." Mësuesja me dashamirësi ju përgjigj: "Të lumtë Aisha. Kur ne e kuptojmë vlerën e asaj çka kemi, atëherë duhet ta falenderojmë më shumë adhuruesin tonë. Tani e tutje, besoj se ti do ta falenderosh më shumë Allahun, i cili të ka krijuar me shëndet të plotë." Aisha i tha mësueses, duke qenë se ishte kurioztare: "Po, kjo është me të vërtetë. Këtë nuk do ta harroj asnjëherë." Pasi u mendua pak, i erdhi në mendje një tjetër pyetje: "Mësuese, me që është kështu, a nuk do ta falenderojnë të pasurit më shumë Allahun?" Mësuesja ju përgjigj: "Pa mendo për një sekond. Sikur një njeri të ishte i verbër, të kishte shumë para, a nuk do t'i shpenzonte ato vetëm që t'i kthej shikimi për të parë bukuritë e kësaj bote? Po të ishte i shurdhër, a nuk do të bënte të njëjtën gjë vetëm që të dëgjonte? Atëherë, çdo kush që ka sy për të shikuar, çdo kush që ka vesh për të dëgjuar dhe këmbë për të ecur, është i pasur, por më i pasur është ai që është zot i mendjes së tij." "Atëherë unë jam shumë e pasur," tha Aisha. Mësuesja e gëzuar i përgjigj: "Po zemër, ti je shumë e pasur, prandaj duhet ta falenderosh edhe më shumë Allahun." Aisha e lumtur vazhdoi: "Mësuese, tani e tutje unë nuk do të ankohem, por do të bëhem një fëmijë shumë mirënjohës ndaj Allahut për çdo gjë." Mësuesja i shtrëngoi fort dorën e vogël, e përkëdheli dhe puthi me dashuri. Ajo u largua duke i thënë: "Të shkuara e dashur Aisha, lut Allahun që ti të shërohesh sa më shpejt dhe të jesh mes nesh." E dëgjove historinë? Po, e dëgjova. Çfarë mësove prej saj? Për historisë mësova se edhe sëmundja do të thotë diçka. Në të vërtetë kam përshtypjen se edhe ti je smurur shpesh. Po, Si e sjell? në një gjendje të lodhur. Të pyeta, a je zemëruar me Allahun përse të ka smurur? Jo. Atë, e ke kuptuar thelbin e kësaj historie. Në fakt doja të pyesja Muhamedin, afrohesh pak zemër? E dëgjove historinë? Po, Cila pjesë pëlqen më tepër? pjesa parë.
A do kishe dëshirë që edhe mësuesja jote të vinte në shtëpinë tënde kur ti ishe i smur? Po, Në fakt, çfarë marrëdhënie ke me mësuesen? E ke si në vend të mamit? po, E shikon, e ka në vend të mamit. Nga ana tjetër, kam të djalkën e vogël këtu që më dëgjoj me vëmendje. E vërtet? po. Po të cila pjesë të pëlqeu? Mua më pëlqeu pjesa e dytë. Do me thënë aty ku i kërkohet që ti kushtohet më shumë rëndësi mendjes, apo jo? Në fakt, çfarë ke mësuar nga kaq vite që je në këtë shkollë? Unë kam mësuar si ta falenderoj Allahun prapse nuk jam në gjendje të mirë. Është e vërtet, me namazin si shkon? Unë shkoj shumë mirë me namazin. Në fakt, në familje janë të kënaqur për sjelljen tënde? Po, Dhe tema për cilën do diskutojmë sot me mësuesen e tuaj do të jetë pikërisht kjo. Sjellja e fëmijëve musliman dhe atyre që janë mësuar që pas vogli të kenë një jetë pak më të rregullt, pra një jetë islame, dhe ndryshimi i këtyre fëmijëve nga pjesa tjetër e fëmijëve të cilët nuk e kanë këtë luks. Do të ndjekim menjëherë në vijim intervistën me mësuesen e ftuar. Në rubrikën i ftuar në studio, sot kemi ftuar zonjën Silvana Dollani, e cila është një mësuese me përvojë pranë shkollës tonë. Në fakt do diskutojmë për edukimin e fëmijës dhe mënyrat më të mira se si ne mund t'ua injektojmë fëmijëve tanë fenë që në moshë të hershme. Mirëdita dhe faleminderit që pranua ftesën. Mirëdita, ju falenderoj dhe ju. Faleminderit gjithashtu. Duke mos u zgjatur së tepërmi në hyrje, sepse shpesh herë është vënë re që ndoshta janë bërë dhe sulme të padrejta karshim mënyrës se si fëmijët edukohen në islam. Do doja të bëja një pyetje që ndoshta është thelbësore në këtë emision. Sa rëndësi i jep Islami fëmijës dhe edukimit të tij? Në fillim dua të falenderoj Allahun, Zotin e botrave, paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderoj Zotin që më dha mundësi të jem mësuese për të dhënë dhe unë kontributin tim në edukimin e fëmijëve. Jo vetëm në edukimin islam, por edhe në edukimin e përgjithshëm. Pasi unë në këtë shkollë kryej funksionin njëkohësisht dhe të mësueses fetare, po në të njëjtën kohë jam edhe mësuese e arsimit fillor. Dhe duke u nisur nga kjo marshkas që të shpreh rëndësinë që ka Islami që jep fëmijës dhe edukimit të tij, si në aspektin e Islamit, që është një bazë dhe një gjë tepër e rëndësishme, por në të njëjtën kohë edhe në aspektin tjetër, pra në fushën shkencore, ose pse jo dhe në atë, po në formën e përgjithshëm, është e vërtet që fëmia duhet ta mësoj fen, po një fëmijë shqiptar duhet të mësoj dhe shkronjat shqipe, në mënyrë që të lexoj libra, të informohet në lidhje me fenë e tij. Një fëmijë, do të thënë shqiptar, po edhe një fëmijë në mbar botën, duhet të shikojë dhe aspektin shkencor, duke e parë aspektin shkencor dhe duke e parë mrekullitë që ndodhen në Kur'an, mrekullitë që ndodhen në fenë tonë, ai bën një krahasim, bën një gjykim dhe jam e bindur që do zgjedhë më të mirën. Atëherë, ju mendoni që Islami duhet të jetë gjithëpërfshirës, pra të mos integrohet vetëm si një lëndë e veçantë në shkollë, po të jetë gjithëpërfshirës. Këtë po përpiqen të më thoni apo jo? Po, pikërisht. Ne fen e japim në këtë institucion dhe si e përmenda edhe më parë që në të njëjtën kohë kemi dhe domethënë ndërthurjen e lëndëve. Pasi në çdo lëndë ka argumenta që ne na bind për ekzistencën e Zotit. Për shembull, nëse neve do marrim diturinë natyre. Unë konkretisht jam mësuese në klasën e 3 dhe ata kanë marrë për herë të parë lëndën e diturisë së natyrës. Aty shumë bukur fëmia mund të mësoj madhështinë e krijesave, se si janë krijuar ato, se sa shumë llojshmëri kemi, mënyrën më të mirë të mundshme që Zoti ka krijuar natyrën, të cilën nuk mund ta krijonte
askush. Ne në dituri për shembull mësimi i parë fillon natyra e gjallë dhe jo e gjallë. Dhe fëmijët aty bëjnë krahasimin e asaj që quhet natyra e gjallë dhe jo e gjallë. Ku normalisht pjesën ndërmjet të natyrës ose pjesën e natyrës së gjallë që normalisht ka krijuar Zoti, ata e përshkruajnë si të pakrahasueshme dhe edhe njeriu i cili, pra shkencëtarët ose studiuesët ose ata persona që merren me bërjen e një objekti të një sendi nuk mundet të bëjnë diçka ashtu si ka krijuar Zoti. Askush nuk mund të krijojë një bim të cilën e ka krijuar Zoti. E të tjera gjëra. Pra, nëse kemi një institucion fetar ku mësuesit kanë dijen fetare, por nga ana tjetër kanë edhe dijen shkencore, bëhet një ndërthurje e cila ka shumë vlerë për nxënësin. Dhe çfarë rëndësie ka edukimi në Islam? Është kur, domethënë, profeti Muhammed ndër të tjera ka thënë një argument që kush del nga shtëpia dhe kërkon dije, Allahu do e ruaj derisa të kthehet. Prandaj dhe ne muslimanët i këshillojmë shpesh fëmijët që të lexojnë, që të bëjnë pikërisht atë gjë që edhe Allahu i madhëruar ja ka thënë në fjalën e parë që i ka zbritur profetit, lexo. Lexo me emrin e Zotit tënd. Kjo është ajo që ne synojmë tek fëmijët tanë. Dhe gjithashtu do të them edhe një argument tjetër që një ndër gjërat që lë njeriu pasi vdes është edukimi që i ka dhënë fëmijës, dijes që i ka dhënë fëmijës dhe ai fëmijë nga respekti, nga dashuria për prindin, për faktin që është i edukuar i tillë, bën lutje për prindin e tij pasi ai ndron jetë. Nga eksperjenca disa vjeçare që keni, në fakt do doja të ndalesha në një pikë tjetër. Si e përkrajnë fëmijët e moshës së vogël për qafimin e Islamit? A është e rëndësishme ta edukojmë Islamin që në moshë të hershme? Po, e drejtë. Është shumë e rëndësishme edukimi i Islamit që në moshë të hershme. Në institucionin tonë ne fillojmë deri në fëmijën 3 vjeç. Se jo mund të ketë fëmijë të moshave më të hershme. Dhe çfarë ndodh? Është vënë re që edhe ai fëmia 2 vjeç që sa ka filluar të flasi, fëmia 3 vjeçar nuk diskutohet. Fillon të emitoj atë që është marrë në kopsht. Ndodh sepse edhe në institucionet e tjera, fëmia i asaj moshe emiton, pasi fëmia i diku nga 3 deri në 6 vjeç ose të paktën tek pjesa e parashkollorit, 5 vjeç e gjysmë, hecën në bazë të emitimit dhe ai emiton atë që thuhet, veprimet e të tjerëve i emiton, i vepron ato. Dhe pra ai e merr formën fen me anë të emitimit, që do të thotë feja deportohet tek ai. Më pas, nëse do arrim te sistemi ku fëmia sapo hyn në shkollë, normalisht ne i flasim për Islamin, ju tregojmë gjëra dhe ata i marrin. Mundohemi që të jemi të thuash në thonjza për zgjedhës të fjalëve që do ju themi, për shkak se edhe vetë fëmia nga ana kognitive, nga ana mendore është e tillë që nuk i ndan dot, si thuhet në shqip, shapin nga sheqeri, domethënë, dhe fillon ta ndaj aty tek mosha 7 deri në 8 vjeç ku tek fëmia ndodh dhe arsyetimi deduktiv. Pra, që do të thotë, fëmia arrin që nga një situatë e përgjithshme, që mund të jetë për shembull një histori në aspektin fetar, ta kthej në një situatë konkrete, ta kthej tek vetja e tij. Për shembull, ne tani japim të lënda historisë, histori të ndryshme, po pse edhe të lënda edukatës ku tregohet histori, ngjarje, se fëmia në atë formë mëson. Tregojnë ngjarje të ndryshme fetare ku për shembull person, fëmijë musliman ka vepruar në këtë formë të mirë. Një fëmijë i cili nuk e dinte Islamin ka vepruar në një formë të tillë dhe ata e kthejnë te vetja. Pra rasti i përgjithshëm kthehet në atë që po ti çfarë do bëje në vend të atij fëmie? Pra, do të thënë, kemi rast konkret. Dhe sigurisht tani për shembull fëmijët që janë në klasë 3 dhe në klasë të 4, ne e kemi më të lehtë ose ata na ofrojnë mundësinë që ne t'ju themi atyre sa më shumë gjëra për fen. Dhe është vënë re elhamdulillah një përkrahje, një miratim në mimikat e tyre, një dëshirë për të dëgjuar sa më shumë. Dhe nëse dikur, për shembull kur ishim pak më të vegjël, kemi vujtur nga
në thonjza, nga ideja që ata të na dëgjojnë, tani shikimi i tyre na thot flisni se jemi gati për t'ju dëgjuar. Pra, vetvetiu, do më thënë, në mënyrë graduale ata kuptojnë më shumë dhe ne duke e parë këtë gjë, ju japim më shumë. Po ajo që dua të theksoj tek përkraja e fesë është krenaria që ata ndjejnë për fen, e cila nga eksperienca, nga ajo që kemi parë, shtohet nga momenti në moment dhe nga viti në vit. Ata duken më të pjekur e ndjejnë që janë më tepër musliman. Në fakt të doja të ndalesh atë diçka e cila është më e prekshme. Nëse një prind ka probleme me edukimin e fëmijëve në islam, sepse ndodh që në shoqëri të ndryshme, në situata të ndryshme, një fëmijë ndoshta nuk është i prirur drejt kërkesës ose drejt kërkimit të islamit. Cila do të ishte mënyra më e mirë që ne ta tërhiqnim këtë fëmijë, sigurisht pa e dëmtuar edhe nga ana psikologjike, cila do të ishte mënyra më e mirë që ta tërhiqnim drejt islamit dhe t'ia bënim atij më të bukur fen. Po. Atëherë, ky është një problem që ka rëndësi vërtet, ashtu si e thatë edhe ju, dhe në raste të tilla ajo që ne synojmë në stafin tonë të shkollës është pikë së pari dashuria për Zotin, dashuria për fen, sepse një gjë kur duhet përcillet më bukur dhe bëhet më e bindshme. Për shembull, neve zakonisht u atregojmë dashurinë që kemi ne për fëmijët dhe në të njëjtën formë dhe ata e kthejnë ose e marrin mesazhin dhe mundojnë që ata të tregojnë dashurinë që kemi ne, që kanë ata për ne. Në të njëjtën formë, ne në radhë të parë duhet të tregojmë fëmijëve që Zoti i do ata. Që Zoti i do ata duke i treguar raste konkrete. Për shembull duke i treguar dhe veten e vet. Për shembull i thuhet fëmijës: si të ka krijuar ty Zoti, shikoje veten tënde. Ai mund të shikojë gjymtyrët e tij, syt, mënyra se si lëviz duart, gjithashtu ai mund të shikojë dhe përtej vetes së tij, të shikojë natyrën. Pra, duke i marrë të gjitha shembujt konkret që fëmijës si ta vënë para pozitës që Zoti këto i ka krijuar të gjitha sepse të do ty dhe në të njëjtën formë dhe ti duhet ta marrësh, pra ta kuptosh të dashuri dhe të punosh konform rregullave që ai ka dhënë. Një ishte kjo, por ka disa. Një tjetër mund të jetë për shembull përfshirja sa më shumë në kurse fetare dhe në institucione fetare. Dhe kjo është një gjë tepër e rëndësishme. Ka disa prindër që këtë pjesë e anashkalojnë, duke menduar anën ekonomike, duke menduar mundësinë, si do ta çojmë, ku do ta çojmë, pra disa gjëra që janë pa mundësinë e tyre. Mirë po, kjo duhet bërë. Asnjëherë nuk duhet menduar që ky ka kohë, do mësoj kur të rritet. Gjërat fillojnë që në moshë të vogël, ashtu si fëmia mëson të flasin në moshë të vogël. Ashtu si fëmia mëson disa rregulla jetike në moshë të vogël, ashtu dhe Islamin duhet ta mësoj që në moshë të vogël. Është vënë re që fëmijët e mësuar që në moshë të hershme me orarët janë më prodhimtar se sa pjesa tjetër e fëmijëve që nuk e kanë këtë veti. Sa mendon se ndikon feja në këtë pjesë? Po. Atëherë, kjo në fakt është ndër pjesët me goxha rëndësi. Sepse ne në sistemin islam e kemi, si na ka lënë tradit profeti, që duhet të flem herët dhe të ngrihen herët. Dhe elhamdulillah, për fat të mirë, kur kam vazhduar studimet e larta, aty dëgjoj pedagogët, gjithashtu e shikoj dhe të shkruara nëpër libra, që është e vërtet që njerëzit duhet të flen herët dhe të ngrihen herët. Dhe aty thash, elhamdulillah, vërtet feja jon, pra feja islame, është për të gjitha kohërat, për të gjithë popujt dhe për të gjitha botrat. Sepse edhe në kohën e sotme, ku teknologjia ka përparuar, ku shkenca është në kulmin e saj, është vërtetuar që njerëzit nga gjumi, edhe fëmijët duhet të ngrihen herët. Pasi, e shumta që thonë, studiuesit është në 6 të mëngjesit, e shumta duhet të jesh ngritur. Dhe jo më
të mendosh që një fëmijë në orën 9 të paradites, ku është kulmi i orës biologjike, sepse ora biologjike ka ngritjet dhe uljet e saj, dhe kulmin ku njerëzit janë energjik, ku truri është shumë prodhimtar, është ora 9. Dhe në ato orar as njerëz do të jesh në gjumë. Dhe gjithashtu edhe fjetja herët. Dhe duke i menduar me një sistem orari që për shembull marrim pjesën e namazit, që çdo gjë është me orar, çdo gjë do bëhet në kohën e vet, pra në kohën e duhur, një fëmijë i tillë mësohet që punën që ka për të bërë në orën 6 të mos e bëjë në 8, atë që ka për të bërë në orën 10 të mos e bëjë në 11, dhe atë që ka për ta bërë sot të mos e bëjë nesër. Në fakt dhe ne kemi një shprehje shumë të bukur shqip, punën e sotme mos e lër për nesër. Dhe kjo është një ndër mënyrat më të mira për ta edukuar. Do doja të ndalesha në një pyetje paksa më të përgjithshme, por që kam përshtypjen se është shumë e rëndësishme. Sa ndikon feja jonë në ndihmë që këta fëmijë ta kenë më të lehtë ndarjen midis të mirës dhe të keqes, sepse jemi shumë të gjithë shumë koshient që në fund të fundit sado që ti një fëmijë do ta kesh nën kontroll, në një farë moshe, të paktën në adoleshencë, do të jetë i aftë të marrë vetë vendimet e veta. Dhe do doja të ndalesha në këtë pikë. Sa na ndihmon feja që ne të marrim vendime të drejta? Po. Në fakt edhe kjo është pyetje me shumë vend, sepse është vënë në re që fëmia i rritur, njeriu i rritur, është ai që është formuar në vegjëli, pra në vogëli. Nëse ne edukojmë një fëmijë në moshë të vogël për t'i treguar të mirën dhe të keqen, ky edukim do të lëri mbresa tek ai derisa të rritet. Pra, kur ne takojmë një njeri, i themi, pra një njeri të rritur, nga çfarë familje vjen? Sepse e dim që është ajo që e ka edukuar, po si t'ja mësojmë të mirën dhe të keqen. Fëmia e ka tepër të rëndësishme ta mësoj këtë gjë. Ne duke i treguar në mënyrën më të thjeshtë të mundshme pjesën, pra atë anën negative, ai do kuptoj dhe të mirën, sepse çdo koncept, çdo situatë shikohet nga të dyja planet. Pra që ne të kuptojmë një gjë që është një gjë e mirë, shikojmë dhe kush është e keqja e kësaj. Dhe ne në Islam kemi një koncept të bukur, konceptin e shpërblimit dhe ndëshkimin. Pra ai që bën vepra të mira shpërblehet, dhe ai që bën vepra të keqe, pra ai që gabon, ndëshkohet. Dhe kjo në fakt është pranuar dhe nga disa teori të tjera të mësimdhënies, të zhvillimit të fëmijës, qoftë dhe teori psikologjike. Një ndër këto është dhe behaviorizmi, ose në shqip teoria e sjelljes, e cila e bazon ecurinë e saj ose mësimin e një sjellje apo ndalimin nga një sjellje tjetër në bazë të shpërblimit dhe ndëshkimit, ku një fëmijë nëse e di që do shpërblehet, vepron një vepër të caktuar, dhe nëse e di që do ndëshkohet, nuk e bën një vepër, pra nga ajo që nuk duhet. Do njëherë ne mendojmë se ka njerëz që mendojnë po fëmia është i vogël për ta kuptuar shpërblimin. Jo, ai e kupton shumë mirë. Pse në momentin që fëmia bën diçka dhe ne i themi, po more 10, do të jap këtë gjë. Po u solle në filan në të tillë mënyrë, në këtë formë, unë do të blej një gjë. Po edhe është e njëjta gjë. Nëse ne fëmijës ja mësojmë fen, mësojmë që ai duhet të falet. Mësojmë që ai duhet të ndihmojë të varfrit, mësojmë që ai duhet të respektojë prindrit, që ai duhet të bëjë sa më shumë të përkujtojë Zotin në një formë të caktuar, sepse do shpërblehet, pra gjithmonë sepse do shpërblehet, sidomos të theksohet ky fakt, ai fëmijë vërtet që do ta bëjë atë, do ta bëjë me shumë dëshirë në dashur të Zotit. Amin. Në fakt do doja të ndalesha sërish tek puna e adoleshentëve, sepse pjesa më e madhe e fëmijëve shqiptar shfaqin një sjellje të pahishme në këtë moshë. Ndoshta duhet ishte ndërfutur Islami si lënë në shkollë? Besoj se po. Në fakt më vjen keq që në shkollat shqiptare nuk është edukimi fetar në orëve të pasdite. Në disa shtete të Evropës, pse jo edhe më larg, fëmijët në orët e pasdites, pra bëjnë mësim feje. E zgjedhin sipas dëshirave dhe interesit të tyre, qoftë të fesë islame apo të fesë krishtere. Dhe më vjen shumë keq që kjo nuk ndodh në Shqipëri, dhe do doja shumë, sepse feja është ajo pjesë e moralit ose ajo pjesë që e zbukuron shumë moralin.
Dhe në lidhje me respektimin e prindërve, në Islam kjo është një sistem shumë i rëndësishëm. Ne pothuajse asnjëherë nuk na kalon një mësim fetar pa përmendur veprën e mirë që është respektimi i prindërve. Pasi ne gjithmonë i këshillojmë nxënësit tanë në çfarëdo lloj teme qoftë, gjejmë një hapësirë për të këshilluar të bëjmë vepra të mira. Po pse e bëjmë këtë? E bëjmë këtë sepse Allahu i Madhëruar thot në Kur'an, adhuroni Allahun dhe respektoni prindrit. Pra ne e dim, ky argument tek ne qëndron sipër dhe ne këtë u injektojmë fëmijëve tanë. Prandaj nëse fëmijëve ju injektohet që rëndësia që ka fitimi i shpërblimit në botën tjetër, pra në xhenet, se fëmia e kupton, për shembull fëmia i shkollës e kupton edhe xhenetin dhe edukohet në atë formë që duhet patjetër ta respektoj prindin, duhet patjetër t'i bindet atij, sidomos në sistemin fetar, ku prindi gjithmonë e këshillon të mirë, po edhe në sistemin jashtë islamit, gjithmonë prindi është ai që do të mirën e fëmijës. Kështu që sistemi islam, pra feja jon, e ka shumë të rëndësishme këtë pjesë. Dhe prandaj, është e vërtetë ajo që thatë ju, ka një ndryshim. Dhe këtë ne shkojmë dhe të vetja jonë, dhe kur ne kemi qenë adoleshent musliman, një adoleshent musliman sillet ndryshe, të paktën në marrëdhënien prind-fëmijë. Kjo është. Duke të falenderuar, do doja të ndalesha ndoshta tek ajo që është 100% puna juaj. Duke qenë se ju jeni mësuesja e lëndëve fetare në këtë shkollë, për cilat lëndë janë më të interesuar fëmijët, ose e bërë pyetja në një formë tjetër, cilat shikoni që janë ato lëndë që nxënësit i përvetsojnë më shumë dashuri? Sigurisht ju jepni një mori lëndësh fetare, por do doja të veçonit ato që nxënësit i kanë më shumë për zemër, ato lëndë në të cilat nxënësit vinë më shumë dëshirë. Po. Në fakt, lëndët fetare kanë të gjitha rëndësinë e vet dhe ata sa më shumë kalon koha, sa më shumë rriten, i duan vërtet të gjitha. Në veçanti është edhe Kurani, ku ata si fillim kur janë të vegjël e mësojnë, po edhe nuk e kuptojnë mirë, domethënë se edhe nuk e kuptojnë fjalët, po prapë e din që është libri i Zotit dhe e din që do mësuar dhe e mësojnë. Po një dëshirë shumë të madhe kanë edhe për lëndët fetare, për shembull te edukata islame ose edhe te historia, kur tregojnë pjesë që janë të prekshme për ta. Është vërtet, është tepër e rëndësishme. Ata shikojnë veprimet në për histori, veprimet që bëjnë njerëzit e tjerë, i marrin shembull, sepse fëmia ecën në bazë të shembullit. Ai do që ta pozicionoj veten e tij në këtë botë, në këtë dynja dhe shikon ku të kapi shembuj, që të kathaviret, që të eci pas atyre. Kështu që edhe kjo pjesa edukative është tepër e rëndësishme. Ata lëndën e edukatës islame e duan shumë. Shpesh herë pyesin, për shembull kur marrin shtyllat, për haxhin. Shpesh janë të interesuar të dinë rreth Qabes. Madje jo më larg se dje, po më pyesnin që a ishte e madhe Qabja. Për shembull unë po ju tregoja në lidhje me Qaben dhe më pyetën vazhdimisht për të ditur raste konkrete. Si pyetje përmbyllëse, do doja t'ja pyesja mësuesin për një mesazh që ka për të gjithë ata prindër që duan t'ja edukojnë islamin fëmijëve të tyre. Atëherë, nëse do të ndalemi te koncepti i edukimit për pak sekonda. Edukimi zhvillohet në disa institucione, ose më tepër ndodh në disa aspekte, ndodh në familje, ndodh në institucionin e shoqërisë, por edukimi më i rëndësishëm është në institucionin e shkollës. Shkolla është ajo që jep një edukim të mirëfillt, një edukim me baza pedagogjike, një edukim ku edhe pjesa fetare ka metodikën e saj, ku i përcillet nxënësve apo fëmijëve në formën më të përshtatshme, më të prekshme. Prandaj, mesazhi im më parësor dhe më qendror është: përfshini sa më shumë fëmijët në institucionet islame, në institucionet ku edukohet Islami. Unë jam vetë prind, kam vetë fëmijë dhe një ndër arsyet kryesore, një ndër gëzimet më të mëdha ka qenë kur në qytetin ton u hap shkolla, ku hap institucioni, ku jepet dia fetare. Pra, unë këshilloj që
të çohen në radhë të parë institucione fetare, ku fëmia të përfshihet sa më shumë në shkuarje në xhami me prindrit e tij, ku fëmia të dëgjoj sa më shumë emisione për fenë islame, ku fëmia të lexoj sa më shumë për islamin, ku fëmia pse jo të përfshihet në biseda të ndryshme me fëmijët, me prindrit e tij, me fëmijët të tjerë, me vëllezërit, me motrat, dhe kjo të jetë e pranueshme dhe prindi vet ta nxjisi fëmijën të flasi, qoftë edhe kur është duke punuar, sidomos nënat. Nënat shpesh herë mendojnë që ua kam punë, jam e lodhur, po nuk ka problem. Duke bërë atë punën, bëj edhe biseda fetare me fëmijën. Këto ishin pak a shumë. Faleminderit.